Jemi rikthyer sërish në studio, do të diskutojmë tani në lidhje me efektet që konflikti në lindjen e mesme po jep në ekonominë tonë dhe padyshim efekti menjëhershëm është rritja e çmimeve të hidrokarbureve për shkak të mbylljes së gjirit të Hormuzit dhe rritjes ndjeshme të çmimeve në bursë. Ne më tepër informacione do të marrim nga gazetarja e televizionit Skan, Fabiona Pasho, e cila është në teren ka bërë një vëzhgim. Fabiona, si është situata? Janë reflektuar çmimet, rritja e çmimeve në tregje ndërkombëtare në tregun vendas? Të përshëndes Lidion, ashtu siç edhe ti sapo e përmende, në fakt konflikti i cili ka përfshirë tashmë lindjen e mesme midis Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, por që duket se ka ndikuar edhe në shtete të tjera për shkak të sulmeve të vazhdueshme dhe mbylljes së ngushticës së Hormuzit, dukshëm ka reflektuar në tregjet globale dhe këtu nuk përjashtohet as Shqipëria. Në fakt, në vëzhgimin që unë kam bërë ditën e sotme vihet re një rritje e çmimit të hidrokarbureve, ku nafta shitet me çmimin 182 lek për litër, absolutisht ka karburante të cilat kanë çmime edhe më të larta se kaq, duke shkuar edhe në 189 lek për litër sipas vëzhgimit që unë kam bërë, por këto janë raste sporadike. Megjithatë, në shumicë kryeson çmimi 182 lek për litër, pra ashtu siç është vënë re në pjesën më të madhe të karburanteve ditën e sotme. Në fakt është një rritje që ka filluar prej disa ditësh, por çdo ditë më shumë duket se po reflektohet dhe po ndikon në xhepat e qytetarëve shqiptar. Në fakt, kjo rritje është vënë re edhe në vendet e tjera të rajonit, ku në fakt duket sikur është më e kontrolluar, por edhe në vendin tonë aktualisht autoriteti i konkurrencës ka njoftuar se do të bëj kontrolle për të shmangur edhe parregullsitë, sepse në fakt ajo që është ngritur si shqetësim është sepse menjëherë sapo ka filluar edhe konflikti armatosur në lindjen e mesme, rritja e çmimeve ka ardhur dhe sipas furnizuesve të naftës, kjo vjen si pasojë ky mos reflektimi i rezervave vjen si pasojë e ndryshimeve në tregjet globale, pra ashtu siç e thash, ka pasur ndryshime në të gjithë edhe në rajon, por edhe në vendet e tjera. Kosova gjithashtu ka marrë masa për të mbajtur nën kontroll çmimet e naftës, gjithashtu dhe Malizi, ndërkohë ashtu siç e thash, kjo rritje ndikon drejt për së drejti në xhepat e qytetarëve dhe sigurisht është një zinxhir, pasi rritja e naftës gjithmonë historia ka treguar se shoqërohet edhe me rritje të gjitha produkteve, të çmimeve të tjera, pasi duket se është baza e konsumit të Shqipërisë. Marr parasysh këtu edhe faktin që Arabia Saudite është edhe një nga Emiratet e Bashkuara Arabe janë edhe furnizuesit më të mëdhenj të naftës në Shqipëri, qoftë në vlerë monetare ashtu edhe në peshë, ndjekur nga disa vende të tjera të lindjes, sigurisht Greqia, Italia mbajnë një peshë, por sigurisht kjo po reflektohet aktualisht në vendin tonë. 20% e qarkullimit global të naftës, pikërisht nga gjiri i Hormuzit, kalon, kështu që është e pashmangshme të mos blejmë ne aty. Fabiona, ju përmendët pak për gjatë fjalës tuaj autoritetin e konkurrencës që ka njoftuar se do të monitorojë tregun. Mendoni se realisht rritja e çmimeve është në linjë me rritjen e çmimeve në tregje ndërkombëtare dhe çfarë mund të bëjë autoriteti i konkurrencës në këtë mes? Në fakt, janë ekspertët ata të cilët duhet të vlerësojnë se si do të reflektohet dhe si duhet të reflektohet vazhdimisht gjatë konflikteve, sjellim në vëmendje edhe nisjen e konfliktit në Ukrainë dhe më pas atë në Gaza, gjithmonë në vendin tonë reflektohet, është ngritur si pikpyetje nga ekspertë të ndryshëm për në qoftë se kjo reflekton rritjen reale, absolutisht ashtu siç e tham, tregjet globale kanë lëvizur, por pastaj lëvizja në vendin tonë sigurisht varet edhe nga importuesit e naftës, ata të cilët janë edhe furnizuesit kryesor të hidrokarbureve në Shqipëri, kështu që janë ekspertët ata që do të flasin në qoftë se kjo është rritja e dur dhe sigurisht do të jetë autoriteti i konkurrencës ai i cili do të bëjë sigurisht analizën më të thelluar në qoftë se ka abuzime në treg apo jo, bazuar te ky produkt që duhet të themi është etik, pasi shoqëron më tej të gjithë zinxhirin konsumator të vendit tonë, por sigurisht edhe global. Fabiona, të falenderoj për informacionin e sjellën në studio, ditë mbarë në vim.